A mund është me knu nëse e ki zonin e shtert? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Zoni i shtert zakonisht vjen prej shumë faktorëve, lodhje së kordave vokale, ftohjes ose gripit, ose thjesht stilit natyral të zonit, si në rastin e Aleksandr Gjoka, special, por perfekt. Po ky nuk është rasti i vetëm që artistat shqiptar kanë sjellë diçka të tillë. E kemi rastin e legjendës Naser Berisha, që ky zoj i tillë e ka bu kaq special. Ose Bibi Puqi, karakteristika më e veçantë e tij, zoni i shterrun. Czasem długie szykuj, nadam është e gjatë pa ty. Shumë artist e kanë përdorur si identitet, e shumë prej artistave më të suksesshëm nuk e kanë pas zonin perfekt. Një ndër rastet botërore është Kurt Cobain, ku shpesh e ka shtyr zonin deri në limit, edhe kjo ka krijuar grunge soundin që lidhet direkt me emocionin edhe rebelimin, e që nuk konsiderohet si gabim, po si identitet. You looking for your life over there, honey? You know where your life is? Një prej zonave më të tashme në histori ishte i Janis Joplin, teknikisht e pa rregullt, po emocionalisht shumë e fuqishme, duke e bua ata një ndër artistat më të veçantë në historinë e muzikës. Said don't look back, just come on Jim. Oh. Zoni ikonik i Tom Waits, një gërvisht i ashpër e karakteristike, shpesh përkruhet si një zo i regjum prej whiskit e i rrohur nga tymi i dohanit, e që në këtë rast perfektja kishte qenë shumë e mërzitshme. Po pse funksionon zoni i shtert? Jep një ndjenjë e reale si me kënd live e jo artificiale, tingëllon ma njerëzore se autotune perfekt, por edhe krijon identitet për njerëzit që dallojnë me një herë, ku vitet e fundit e kemi pas rastin e Pop Smoke. She like the way that I dance. She like the way that I move. Cili këngëtar / këngëtare që ka zonin e shtert të pëlqen ose të pengon? Tregomni në komente e mos harro me bu follow Urban FM në krejt platformat sociale, subscribe në YouTube.